është shumë kënaqësi për mua sot në këtë epizod me pas kryetarin e sindikatës së punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, zotrin Jusuf Azemi. Zotri Jusuf, mirë se keni ardhur. Mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve që ju keni përgjigj ftesës dhe jeni gjithmonë në mbështetje e punëtorëve të sektorit privat. Faleminderit. A mundemi me fillu kështu, do më thonë, qysh shkon puna juj, qysh funksionon kjo, do më thonë, sindikata juj, edhe është me të vërtet mbështetje që dikush që po na shikon, edhe po abuzohet një farforme qoftë në aspektin e pagës, qoftë në aspektin e pushimit vjetor në një vend pune, çka ofron sindikata? Më së pari t'ju njoftoj që për të zhvilluar një veprimtari si sindikate sektorit privat Kosovës janë ndër rregulla, janë ndër ligjet të cilat ti duhet i përmbushësh, që të licencohesh nga Ministria e Punës dhe të merresh një dokument zyrtar që ti i plotson gjitha kushtet që ti jesh përfaqësues i punëtorëve të sektorit privat Kosovës. Është një punë e rëndë, është mendoj që ndoshta një ndër punët më të rënda edhe sindikale dhe të tjerat është veprimtaria jonë, sepse në Kosovë ka mbi 200.000 punëtorë të sektorit privat Kosovës dhe ka një mal probleme të cilat ti duhet të luftash për çdo minutë po edhe për çdo sekond, sepse shef me sy për çdo ditë shkeljet drejta të punëtorëve të sektorit privat Kosovës, edhe nga kompanitë private, po edhe nga institucionet shtetërore. Andaj është një punë e rëndë, një punë e cila nuk kërkon vetëm 8 orë punë, po kërkon mas pakti 20 orë punë brenda 24 orë. Këtë të jeni të bindur, sepse ne ndodh që deri në orën 12 natës, kur punëtorët kërkojnë sqarim edhe lidhur me shkeljet e drejta që ju bën atyne dhe me interpretimin e ligjit, ti duhet të jesh gjithherë prezent dhe tu kthesh përgjigje punëtorët të sektorit privat Kosovës, sepse fundit ata edhe për këtë paguash. Po. Përmendet thatë i kemi një mal me probleme. Do të thonë, cilat janë problemet më të zakonshme që punëtorët i adresojnë te ju? Kur e themi, ndoshta do t'i numëroj një nga një, por problemi më madhor është mos implementimi i ligjeve që kanë bëjnë raport punëdhënës dhe punëmarrës. Ne kemi probleme duke nisur ajo se një pjesë bukur e madhe e punëtorëve, sipas bankës botërore, mbi 30% punëtorët të sektorit privat Kosovës janë pa kontrata pune, dhe kur nuk ka kontratë pune, dihet që i mungon e gjitha drejta. Kur e themi këte, është, po themi problemet që kemi edhe me shumë problemet cilat ju dini që tani më paga minimale është paga 425 euro dhe kemi shumë kompani, gjithsesi shumë punëtorë të cilët nuk e kanë këtë pagë minimale, e në veçanti pagën minimale nga 425 euro nuk po respektohet pikërisht nga ata cilët e kanë marrë në vendim të tillë. Dihet që kryeministri i Kosovës pa të marrë vendim vitin e kaluar që paga minimale të jetë 425 euro dhe pikërisht ajo është i obliguar që ta monitorojë në farformë dhe ta zbatojë. Por ne vetëm aty ku ka qasje shteti kemi një mangësi të mos implementimit të ligjit, sepse marrim shembull në për shumë institucione shtetërore kryen shërbime kompanitë private, dhe këto kompani private faktikisht pagën e këtyre punëtorëve e marrin nga qeveria e Kosovës dhe qeveria e Kosovës vetë i sanksionon punëtorët duke ja qitë kompanisë private për shembull pagën minimale, që kemi problem jashtëzakonisht shumë të madh. Përderisa tek kompanitë që nuk kemi të bëjmë, që si quajmë ne këtu publiko private, nuk e kemi këtë problem dhe paga 425 euro vetëm është harruba e goxha gjatë. Qysh po mendoni zotri Jusuf, do të thonë këto kompanitë të cilat janë të sektorit privat, po funksionojnë në kuadër të institucioneve shtetërore, po konsideroni që duhet me u pagu stafi i kompanisë direkt, apo si? Kompania në shkon marrëveshje kontraktuale, shembull me qeverinë e Kosovës për mirëmbajtjen e objekteve të tyre. Dhe kompania në shkon kontratë me qeverinë, përderisa pronari i kompanisë me punëtorët. Qeveria e Kosovës në farforme
e sankcionon dhe nuk e paguan për pagën minimale për këta punëtorë që i ka emnat, mbi emnat, numrat e llogarisë gjithë ato, dhe pagën kur ja qet edhe sot asaj dite, por nismi nga që kemi këtu masafri, Ministria e Punës e cila monitoron edhe këtë vendim të pagës minimale në objektin e tyre ku funksionon punëtorët e sigurimit fizik dhe punëtorët teknik që i quajmë na. Aty ku s'ka guzu me ndodhë, aty po ndodhë që këta punëtorë po paguhen nën pagën minimale që i bjen dikun rreth 350 euro paguhen. A u adresohet kjo çështje, domethënë, përderisa është në kuadër të objektit të qeverisë? Është domethënë më afër. Ne e kemi bë zyrtarisht, e kemi njoftuar Ministrin e Punës, e kemi njoftuar edhe Inspektoratin e Punës për këto parregullsi që bëhen, dhe në çdo, po themi kështu, debat, në çdo të bëjmë, ne ngrejmë zërin dhe themi dhe tregojmë që aty ku zguzon me ndodh kjo çështje po ndodh. Domethënë aty ka ndodhur gjithmonë te ne apo? Ka ndodhur dhe është tash tu ndodh kjo. Domethënë tash për momentin kur nuk guxon me ndodh, po ndodh që punëtorët nuk po e marrin pagën minimale ashtu siç e ka sankcionuar kryeministri i Kosovës. Dhe po them, po ndodh aty ku zguzon me ndodh, në Inspektorati i Punës ka obligim ti monitoroj gjitha kompani tjera, janë duke zbatuar vendimet e qeverisë Kosovës, edhe në veçantë vendimin e pagës minimale, andaj këtu nuk po respektohet. Shumë e qartë. Po këto rastet e vdekjeve, a keni statistika të rasteve të vdekjeve se realisht, paga është problem, është shqetësim, pushimi vjetor gjithashtu është shqetësim mirë, po kur i dëgjojmë rastet e vdekjeve në vendin e punës, sinqerisht është, më thonë, me të ardhë shumë keq për vetë personin, për familjen, tu e ditë që edhe pas kësaj ka raste kur manipulohen edhe ato. Ndashta është shqetësim më i madh se edhe vetë paga në rastet e vdekje në vendet e tona të punës. Thata keni statistika, po i kemi gjitha statistikat që nga viti 2010 deri më tani, i kemi statistikat me secilin në rast veç e veç, duke nisur nga emri, mbi emri, kompania, vend lindja, vend banimi, në vendi ku kanë ngjarë, në cilin profil, se domethënë ka ndodhur, me cilën datë ka ndodhur, prej shkafit ka ndodhur, gjitha këto dhona janë, dhe nëse e marrim mesatare që nga kjo periudhë që thash, del që për çdo vit mesatarisht na vdesin 20 punëtorë në vend të tyre të punës, por fatkeqësisht viti më tragjik për punëtorët e sektorit privat Kosovës, por edhe për ne ka qenë viti 2025 ku kemi 32 raste të vdekje në vendet e tona të punës. Çka po mendoni që ka bo që në vitin 2025 me qenë një numër më i madh? Do të krejt vitet janë shumë, po me qenë edhe më i madh se vitet e tjera. Po unë mendoj që mos kujdesi i nevojshëm në lidhur me këto raste janë kryesisht të gjona, dhe mos monitorimi i mjaftueshëm i Inspektoratit të Punës, po në rend parë për shëndetin dhe sigurinë punë të punëtorit ka për obligim pronarët e kompanive, të cilët, sepse ne nuk i gëzohemi asnjë dënimi, por megjithatë, domethënë kur shkon jeta e një punëtorit, atëherë duhet të sankcionohen gjonat. Vetë fakti kur një punëtor humb jetën dhe një pronar të kompanive merret paraburgoset për 24 ore, eventualisht 48 orë dhe pastaj lirohet, dhe shpeshherë kompanit marrin një dënim simbolik lidhur me rastin, atëherë këto janë arsyet që pronarët e kompanive nuk janë agil, nuk janë syqel që t'i ruajnë këta punëtorë, por normal që edhe Inspektorati i Punës në moment kur nuk e kryen punën e vete, që s'po mund ta kryejnë për shumë arsye, mas pari inspektorët e punës nuk janë pjesa dërmuese të kualifikuar lidhur me sigurinë dhe shëndetin në punë. E para dhe dyta është një numër shumë i vogël inspektorëve, domethënë mesatarisht është dikon 62 ose 63, të cilët nuk janë gjithherë në proces punës, sepse disa mund të jenë në pushime vjetore, disa mund të jenë në pushime mjekësore, dhe pikërisht kjo është ajo për cilën nuk po e arrim asesi që spaku të monitorohet kjo gjendje. Ne e kuptojmë që gjithkund në botë punëtorët vdesin në vend të tyre të punës, por një numër kaq i madh i punëtorëve që të vdesin nuk ndodh kërkon në botë, në bazë të analizave që unë kam bërë, dhëna që i kam marrë me shtete të tjera, Kosova është 4 herë vendi ku vdesin punëtorët më shumë se sa në vendet në rajon.
çka bëhet me familjen, për shkak se një njeri që del punon, ai punon për familjen, për me mbajt në aspektin financiar, mirëqenjen që aty hyjnë normal fëmijët. Çka ndodh me ta? Kush i mbështet? Ose kush jep llogari? Çka bëhet me atë? Nuk ndodh asgjë, pikërisht është kjo nga njëra që shpeshherë neve na thonë si sindikat dini vetëm me kritiku, po paramendojnë ju që me dekada sindikata e sektorit privat Kosovës me kërkesa të protokolluara është drejtuar gjithherë kryeministrit edhe të kaluar edhe tani që tjetë një fond i veçantë për këta punëtorë, sepse një punëtor që humb jetën nuk e humb jetën në katin e parë dhe katin e dytë, ai rrezikon jetën e vet për ta mbajtur familjen e tyre. Dhe në fakt kur shohmi që ndahen mjete vende pa vend dhe kur ne trombetojmë në çdo takim, në çdo tubim që të ndahet një fond që do ta monitoronte vetë qeveria e Kosovës dhe këta nuk e bën, faktikisht është për ne shumë e rëndë, pjesa dërmuese e këtyre punëtorëve në momentin kur vdes, gjithçka përfundon aty, shteti në fare nuk merret me ta, faktikisht domethënë këto në pjesën më të madhe lëndët shkojnë nëpër gjykata. Drejtësia në gjykat dihet që minimumi si mas të dhonave që i kemi ne për të përfunduar një proces në vitet 6-17 vite, dhe unë them drejtësia e vonuar është e barabartë me pa drejtësi, por edhe në shumicën e rasteve në moment kur vdes punëtori, faktikisht pronarët e kompanive janë gjallë, kanë kapital dhe shpeshherë din me devijue edhe proceset gjyqësore që kanë fakt përfundimisht në këto raste janë të dëmtuar familjarët, jemi të dëmtuar edhe si shoqëri, jemi më shumë të dëmtuar sepse nuk po dimi vlerësojmë këtë raste që spakut ne si sindikat kemi pas raste kur u dashur të intervenojmë, të mbledhim mjetët që spakut ceremoninë e varrimit ta kryejmë ashtu siç e don po themi rritje fetar. Dhe paramendojnë institucione shtetënor ndan mjete për njerëz të pushtetit me mijëra euro për raste të ndryshme, e për raste të tilla nuk ndan, që ka të një shqetësim shumë i madh, dhe normal që ne kemi pas menduar që spakut edhe sindikata ta formojnë një fondacion që të kemi spakut për këtë raste të intervenojmë, por megjithatë me vetë faktin që mos të po themi kështu mos merremi me peripetia se që t'ju japim shkas dikuj se me thonë u morën u danë nuk u danë, gjithherë kemi shpresuar dhe po shpresojmë që qeveri edhe kjo që ka shku, edhe që do di ta ketë para veti këtë problem, se unë mendoj që problemi ndër më madhor është ky, që këtyre familjes spakut ne nuk mund t'u akthejmë antarën e familjes, por spakut në çështje financiare të ndihmohet me aq sa ka mundësi. A ka familje, zotëri Jusuf, që do më thonë, okej, personi vdiq, përfundon ceremonia me shpenzimet prap të familjes, do më thonë që shpenzimet ndoshta në këtë rast janë gjëja më vogël, po prap është një ngarkesë ekstra për ta përveç humbjes. Gjë shumë e vogël, por megjithatë unë nuk e thash rastisht ai duhet varroset, por kuptojnë që shpeshherë familjet e kanë në rastin se si të varroset. Do më thonë ballafaqohen me vështirësi edhe me këtë vështirësi. Nuk band të anashkalohet në kjo se ka shumë kompani që mirët me këtë proces, ka shumë kompani të cilat jo shumë marrin antarën ndonjë familjes në vend tyre të punës. Kemi rastin për shembull në Albi Mall dikon para 10 vitesh pa të vdek një punëtor në vend tyre të punës, domethënë çështje që s'po du me hymanej, dhe pronari kompanisë në bashkëpunim me neve kemi shkuar, i ka ble banesë asaj familje, i ka premtuar, po është duke realizuar nga një pagë bag të mirë gjatë muajit, çdo muaj, dhe ka premtuar që në moment kur fëmiu i tij të mbush 18 vjet do ta punësoj me një herë, kështu që në farforme spakut ka qenë një, po themi kështu, një solidaritet me familje. Dhe shpeshherë po themi ka njerëz të sinqert, të mirë që dinë me bashkëpunu, por megjithatë ka edhe kompani tjera të cilat edhe në rast kur vdes punëtori shiqojnë dhe mundohen që rastet si rastet i trajtojnë ndryshe, domethënë shumica e rasteve, 90% rasteve fajtor është pronar të kompanive. Kemi pasur raste kur edhe këto raste përmes edhe inspektoratit punës në farë forme ka dhënë fakte jo serioze dhe janë munduar që
të dhënat për rastet e vdekjeve ti demantojnë dhe të mos i japin ashtu siç ka qenë rasti. A ndodh që familja një farë forme me protestu te punëdhënësi i personit i cili ka vdek në vendin e punës, më thonë çysh është qasja atyne, për shkak se në krejt këtë përjetim të rënd, po më duket që nashta një protest edhe për anës tyne bashk me ju ndoshta. A ka pas raste të tilla ose a ndodh zakonisht? Nuk kemi pas raste të tilla sepse familjari kur e hub familjarin e vet, atëherë në farë forme asnjë protestë nuk do t'i kryej punë. E gjitha kjo që ka mbetet në procedurën që s'parit raportin duhet ta jap policia dhe inspektorati i punës dhe pastaj gjithë kjo vazhdon të shkojnë në gjykatë, po përsëris shumicën e rasteve të tilla gjykata i vanon me 6-17 vjet dhe fatkeqësisht shumica e rasteve shkon në favor të pronarëve të kompanive, sepse po themi pronarët kanë kapital dhe i vdekurin nuk ka asgjë. Shumë e dhimbshme. Kthehemi zotri Jusuf për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Sinqerisht është shumë e dhimbshme me dëgju, do të thonë për vendin ton kaq të vogël, shifra kaq të mëdha të vdekjeve në një vend ku një person shkon për me ushqy familjen e vet. Se na realisht krejt jetojmë këtu, edhe krejt e dijmë për të ardhunat, për çmimet edhe për të ardhunat e një shporte mesatare të familjes në vendin ton. E thash përkundër kësaj edhe me vdek, me lon familjen edhe pa çato të ardhuna, edhe pa vet personin, do të thonë është nuk e di ku mundet më shku ma tragjedi se kaq. Më falë nëse po të ndërpres, por megjithatë mu shpeshherë më thonë që me interpretimet e tua je shumë arrogant, por megjithatë u them diçka që sigurisht se edhe ata po të kishin qenë në vendin tim do të ishin hala ma arrogant, sepse ne shohim vendet ku kanë humbur jetën punëtorët, shkojmë vizitojmë më një herë dhe shpesh që rastet shohim vërtet është për të ardhur keq, është tepër e rëndë të humb punëtori jetën për shkak të një drase që si ka kushtu kujdes pronari kompanisë dhe të tjerët, dhe po themi është jashtëzakonisht shumë e rëndë, shohim raste të rrënqese, andaj e di që në moment ne kur themi diçka edhe përfaqësues të qeverisë dhe inspektoratit të tjerët, ata nuk e dinë që ne po e tregojmë një rast real që është diçka është, por ata në momentin e parë marrin që ne po do me i kritiku qeverinë dhe inspektoratin e punës, a nuk e dinë ata që ne bashkë ndjejmë dhimbje me familjarët. Unë nuk them që nuk bashkë ndjejmë dhimbje edhe inspektorati dhe qeveria e Kosovës, por megjithatë ata mund të merren 5 minuta, 10 minuta me këtë rast dhe pastaj merren me çështje tjera që tani ma
çka mund të themi, si sindikat, raportet zyrtare në zyrën time qëndrojnë që për një rast vdekjeve, nga inspektorati kemi marrë 2 raporte për vdekjen e një punëtori, përderisa në rastin e parë 2 raporte zyrtare për rastin e vdekjes, derisa raporti i parë bie që punëtori ka qenë fajtor për vdekjen e tij në punë, pas intervenimit tona dhe një farë pas ofrimit të argumenteve edhe nga ona jonë, po edhe nga ona të tjerëve, del që njëti person nuk pas ka vdek me fajin e tina, po pas ka vdek me fajin e pronarit kompanisë. Që do të thotë, ne kemi shkuar deri në atë moment që vetëm të shpëtojnë të tjerët janë të gatshëm me falimentu një familje, lere më një individ. Kështu që normal që unë nuk mund të them që nuk janë duke bërë dhe inspektorët ato që ka do të me bo, por megjithatë në karshi probleme që kemi ne në teren, ata mund të punojnë natë e ditë, por rezultatet i kemi jashtëzakonisht të dobta, të cilat ose mos themi që fare s'kem. Momentin që ju, do me thonë, momentin që ka një rast vdekjes, ju si sindikat, me njëherë, do me thonë edhe ju prezentoni në vendin e ngjarjes. Nëse nuk kemi përfaqësuesin ton në vendin ku ka ndodhur, atëherë ne jemi të obliguar me shku me verifikuar vetë. Për shembull, kemi pasur raste kur është bërë shqitja e dheut dhe nuk kemi pasur atë përfaqësues ton në dashur me shku me pa, me fotografu, me verifiku, sepse në opinion nuk gëzon me dalë ti me dhona jo të sakta, sepse mund del dikush të demantoj dhe faktisht jo që humbë autoritetin Jusuf Azemi, po humbë autoritetin e gjithë sindikatës, po du me të këto që ne në këtë rast jemi shumë të për serioz, edhe pse tani du të them që raportet tona të vdekjeve me raportet e inspektoratit të punës ndryshojnë, përderisa ata kanë dikon një numër shumë atë vogël të rastet vdekjeve në punë, tek ne janë raste shumë atë mëdha, domethënë në rastet vdekjeve ndryshon shifrat e ata dhe tek ne, sepse ne konsiderojmë që një punëtor, nëse unë kam marrë në këtë vendin e juaj të punës dhe mu, për shembull pronari kompanisë ka thonë do të marr ti këtu dhe unë vi me vetur dhe nëse unë jem punëtor dhe në rrugtim me sipër, unë si punëtor më ke obligu me ardh me kryen e shërbim këtu, më ndodh në rrugtim me sipër diçka, atëherë nuk konsideroj që ai person ka vdek në vend të punës, sepse pronari ka dërguar që të shkojë ta kryej këtë shërbim ose këtë punë, përderisa këta e konsiderojnë që vdekje në vendin e punës është vetëm aty ku të shkon në atë objektin që është duke punuar. Në moment kur del prej objektit, ata nuk e konsiderojnë si vdekje në vendin e tyre të punës. Kemi pasur raste kur për shembull shofer të kamionit, ndoshta kamioni ka qenë pa kontroll teknik dhe shumë të tjera, shoferi ka qenë i obliguar që t'i grasë, sepse normal gjithë po punojnë për një pagë, sidomos familjet që kanë një gjendje të rëndë sociale, ai ka qenë i obliguar që ta vozis kamionin dhe paramendojeni, domthonë, për ne është rasti vdekjes në vendin e punës, sepse ka kryer shërbim për kompaninë, në anën tjetër inspektorati i punës ka vdekur në komunikacion, po shtrohet pyetja si ka vdekur në komunikacion. Po të kishte pas në infrakt është kretë diçka tjetër, por megjithatë domthonë kur ai jep me frenu dhe kamioni nuk frenon, atëherë domthonë kamioni nuk ka qenë gjendje të mirë teknike dhe pronari ja ka imponuar që ta kryej këtë shërbim, që po themi përderisa rregullat botnore kanë punëtori, njihet që është në vendin e tij të punës që nga momenti kur del nga shtëpia dhe derisa kthehet në shtëpi. Ai konsiderohet orari i punës dhe këta mund në pikën e orarit të punës llogaritin që nëse është jashtë objektit, gjithçka që të ndodhë nuk marrin përgjegjësi ose nuk evidentohet si rast i vdekjes në vendin e punës. A është e vështirë për ju me menaxhu, domethënë aspektin e juaj personal, si kryetari i sindikatës, po njëkohësisht ne gjithë jemi njerëz. A është e vështirë do thot me menaxhu kur e din krejt këtë padrejtësi që po i ndodh një familjes në këtë rast, se individi i vdiq, po njëkohësisht është që po e bartë qatë dhimbje komplet një familje. Shqyqoni, po themi edhe njerëz më të afërm për rreth nuk më kanë lënë, për ndryshe jam ndije shumë i lënduam, shpirti jam dhem sepse unë shoh gjithçka.
përderisa them që pushtetarët tanë të kalumit edhe tash sepse nuk po bën me nda, sepse nëse nda thonë po pe kritikon këta të kalumit edhe këta e kanë problem si me zgjedh racionin e ushqimit. Domethënë që i dan shpirti vetë cili do të jetë më i mirë, ata e kanë atë problem që me zgjedh. Kurse ne paramendojnë ju që tek ne vinë, për shembull thot kryetar, kam qira me pague, kam burrin e smut, kam 2 fëmijë në shtëpi dhe i marr 400 euro. Paramendoj e nderuar kur një grua e një dëshmori ka ra për lirin ton dhe ajo grua e ati dëshmori nga Parlamenti i Kosovës, punëtore teknike, është flak nga puna pse ka kërkuar, ka pas pagën 275 euro dhe i kemi kërkuar na 350 euro. Dhe në 14 punëtor janë larguar për shkak të kërkesës tyre ligjore. Domthonë ky ligj është aprovuar në Parlament të Kosovës, pikërisht nga Parlamenti i Kosovës është larguar gruaja e cila burri i saj ka dhënë jetën për lirinë që ne e gëzojmë. Domthonë kur i sheh këto padrejti, me të vërtetë është diçka për të çmendur. Dhe është shumë normal që nganjëherë edhe ne nuk mund të jemi monitorues vetes sepse shohim gjithçka. Ajo grua jeton me qira, ajo grua e ka vetëm një vajzë, ajo vajza është në fakultet të mjekësisë dhe fare nuk e kemi problem na që ku mund të jetë më kjo grua që faktikisht më mbur me të edhe më thonë falni, ju i nisi keni ngjarjen, shkoni në shtëpi dhe ta financojmë ashtu si duhet, çka duhet, por edhe kësaj i ndërpresmi bukën dhe e lëm e flakim në rrugë. Paramendo përsëris për herën e dytë. Është grua e vetme me një çik, është grua që jeton në një shtëpi me qira dhe është grua të cilën Parlamenti i Kosovës me mekanizmat e vet e ka qit jashtë oborrit të kuvendit pas 78 ditësh grevë. Shumë e dhimbshme, katastrofale, më thonë e pa logjikshme, qysh krejt këtë navë luftën hala e kemi të freskët, edhe unë personalisht mendoj që krejt e kanë atë frikën qysh po vinë gjeneratat edhe mos rastisht ajo histori ka me ardhë duke u zbe, po na të gjallët e historisë, dhe më thonë po e bojnë qëta, e s'po guxoj me paramendu çka tutje. Paramendojnë që unë veç sa mora një informacion që tani normal e mora informacionin që kemi punëtor në Prishtinë që punojnë që 9 muaj dhe nuk marrin pagë. Që 9 muaj nuk marrin pagë. Nuk do ta zbuloj sepse kam për obligim që pronarit të kompanisë të tyne punëtorëve ti tërheq vërejtjen dhe t'jap një afat prej 10 ditësh që t'i bëj pagesat të këtyne punëtorëve. Paramendojeni, kjo ka mujt me ndodhë vetëm në periudhën 90-99. Nëse i thu dikujt që punëtori punon për 9 muaj ditë dhe nuk e merr as i cent, unë e di që ndoshta shiques të juaj kanë me thonë në kadar se ky diçka s'te ka në rregull. Por informacionin para një ore e morra që disa dhjetra punëtor punojnë që nga qershori i vitit shtatori i vitit kalum dhe deri më sot nuk kanë marrë asnjë pagë. Më thonë, këta janë 10 punëtor që janë individ, po secili e ka një familje mbrapa. Më thonë që i bjen qindra. Një familje po mbahet, një farforme. Megjithatë, unë nga një herë flas kështu, po flas në gjuhën shumë të unifikuar me prej zemrës plast, ju thash ju kisha myt krejt. Se s'jeni anku. Ju kisha myt krejt për 9 muaj ditë. Për 9 muaj ditë ti bëjsh dikuj shërbim dhe spakut dhe a di që kam thanë. Me shpresë se do të na japin muajin tjetër dhe po frikohemi se po na largojnë nga puna. Paramendojnë. Këte informacioni sakt ku ka ndodhë rasti, ku po ndodhë rasti, dhe dërsa dhe televizionit juaj javën tjetër do të jemi gatshëm ta publikoj se ku po ndodhë ky rast. Gjithsesi, se për ndryshe, do më thonë, media konsideroj që është, na e dim që është një pushtet, po një farforme me ngrit zani, nuk e di so
po ka efekt, po prap se prap është ngritje dhe vetdijes njerëzve të cilët punojnë. Unë të them Jo vetëm e institucioneve, po dhe jona si njerëz që punojnë. Krahu më i madh i sindikatës janë mediat. Fatbarësisht, unë po e shfrytëzoj rastin të falenderoj që të gjithë, sepse iq më shumë gazetarët, iq më shumë televizionet, fatbarësisht me gjitha televizionet, me gjitha mediat bashkëpunojnë në mënyrë të shkëlqyeshme, sepse po mos i shikon mediat, shumë gjona edhe rastet e vdekjeve kishin me met një farforme të mbuluara me pluhur, sepse gjitha këto që ka pëndodhin në opinion në rreth, mas pari i drejtohem institucionet përkatës dhe pastaj thras mediat dhe unë i publikoj. Do më thonë, mediat janë ato që ne po na tregojnë që nuk po e marrim pagën minimale. Mediat janë ato të cilat punëtorët e sektorit privat pjesa dërmuese nuk kanë pushime vjetore konform ligjit dhe marrëveshje tjera ligjit punës po flas. Mediat janë ato që po e qesin në opinion përmes nesh gjitha të këqijat që po na ndodhin neve dhe unë mendoj që krahu më i fortë në këtë rast për ta treguar realitetin janë vetëm mediat, kështu që po e shfrytëzoj rastin në televizionin e juaj që se kam bërë asnjëherë, ti falenderoj për punën që jeni duke e bërë në raport me neve dhe punëtorët e sektorit privat. Po, shumë e vërtetë se të paktën mu ditë edhe mu punu na drejtim se nuk ka prap se prap ka, ka shkon kjo. Po, të kjo pjesa e, qëtu në rasteve që ju i përmendet të punëtorëve të cilët nuk po paguhen. Edhe që është, tash kur thu nuk paguhet 9 muaj, pushimi vjetor atë, nuk po s'pemendoj si problem në qëtë kontekst. Mirë po më intereson me ditë a ka punëtor të ndonjë kompanie që ankohen për punën e pushimit vjetor ose mjekësor, se dhe pushimi mjekësor është një pikpyetje e madhe në shumë vende. Nderuar, ne që nga 1 qershori tani për 2 muaj ditë kemi marrë obligim që në teren të verifikojmë për pagat e punëtorëve sa do t'i marrin, për pushimet vjetore, për pushimet mjekësore, për stazhin e punës dhe për gjitha të dhonat që kanë raporti punëdhënës dhe punëmarrës. Edhe du t'u them diçka. Mund të ndodh që ndonjë kompani e vogël me 70 vet, 15 vet të kaloj dhe mos të shihet. Përndryshe ju do të çuditeni që ne do të dalim me një raport mas 1 muaj dite që kompanit marrë nome në Republikën e Kosovës, punëtorët e tyre nuk marrin më shumë se 12 ditë pushim vjetor dhe këto 12 ditë lidhen me fillimin e vikendit dhe me përfundimin e vikendit, që do të thotë dikon pjesa dërmuese ditë pune i takojnë këtyne punëtore 5, eventualisht 6 ditë. Dihet që punëtori gjatë vitit duhet i ketë spaku 18 ditë pune pushim vjetor. Këto keni me i publiku me emra apo veç si të dhona? Kena me i publiku me emra edhe pse tani ne dim cilët janë ato emra, por megjithatë kur ti publikojmë, do t'i publikojmë që të gjitha. Por ne ka pas raste kur kompanive kemi tërhequr vërejtjen, kemi shkuar, kemi biseduar edhe me punëtor, edhe me udhëheqës dhe u kemi dhënë një afat që t'u japim punëtorëve pushimet vjetore konform ligjit dhe ne kemi vërejt diçka që te pjesa dërmuese e kompanive këto kanë një mbështetje nga inspektorati i punës, sepse ata nuk kishin guxuar me i bë këto, domethënë nëse një kompani me 2-3 punëtorë që nesër duhet me thonë që nuk e ke respektu ligjin as në 2020, as në 21, as në 22, as në 23, as në 4, 5, unë e kom thonë publikisht. Këta njerëz, pa e pas dikon mrena inspektoratit, nuk ishte guxu me ndohë. Unë për vetin, unë kam pas një bashkëpunëtore
dhe paramendojni për një cikrim shumë të vogël, më kanë ardhur inspektorët e tatimit në zyre për një cikrim. Dhe sot e them me plot përgjegjësi, me mira punëtor në Kosovë, mos t'u jepet pushimi vjetor, kjo ndodh veç te na. Dhe paramendojni çka ju bojnë punëtorëve. Ju thot nënshkruaj që ki pushim vjetor prej 1 qershorit deri në fund këtij muajit dhe ai e nënshkruan kurse punëtori shkon vetëm 50 pune në pushim vjetor. Normal që ne deklaratat e punëtorëve i marrim për veti deri në momentin e caktuar, sepse ne normal që duhet ballafaqohemi me këto kompani kur ti del edhe publikon që X kompania nuk ka respektu, normal që ti duhet që jesh shumë i kujdesshëm atë çka pe thu, veç po e përsëris. Jam i bindun me dhëna që mbi 70% të punëtorëve të sektorit privat të Kosovës nuk e marrin pushimin vjetor konform ligjit në fuqi. Kur e përmendet pjesën e nënshkrimit, e pata një mendim që është faj, një farforme në thojza nëse muj me qujt faj, i punëtorit i cili e nënshkruan një diçka që nuk ndodh realisht. A dim pse është po e nëse nënshkruar? mande kur po hy me analizu, pe di që secili e ka frikën e humbjes që ati vendit punës edhe okej po i mbylli sytë edhe po vazhdoj. Gjendja sociale e ka bot vetën që këta punëtor shpeshherë ndoshta të punojnë edhe natën. Gjendja e dobët financiare e ka bot që duhet ta bëjnë këta dhe e nënshkruajnë këtë. Unë i kuptoj, sepse deri më tani ka qenë fuqia punëtore kemi pasur me një numër shumë të madh. Tani që ka filluar një farforme të jetë deficitare fuqia punëtore, mendoj që është pak më ndryshe. Përndryshe, po themi ndoshta për dëbamet që i bojnë pronarët e kompanive që i kanë bë në raport me punëtorët sektorit privat të Kosovës, nuk po hezitoj me thonë këto e kanë bë vetëm edhe po themi pushteti okupues 99. Përderisa pronarët e kompanive blejnë gjipa, blejnë kapital, punëtorët tonë sektorit privat të Kosovës ka pas një periudhë bukur gjatë që pagat nuk ja kanë dhënë. Unë u dasht me ndërmjetësuar në mes të pronarët kompanive dhe punëtorët që hajde t'u japim edhe një afat pronarët kompanive, sepse ndoshta do të bëjmë zgjidhje për ju provoni marrëveshje fillimisht me bu, nuk është që shkoni direkt. Jo, në rend të parë, në moment kur ne e kemi një problem, hapi jo një parë është t'i dëgjojmë dy palët, punëtorin dhe punëdhënësin. Normal që punëdhënësi në shumicën e rasteve nuk din për kon është fjala. Ne dimi vetëm për rastin, sepse punëtorët ne spakut nëse nuk mujna me ndihmu, nuk do t'i një farforme, nuk do t'i ndëmtojnë. Ne kur shkojmë në kompani, i themi, këta ki mongo këte. Nëse rrim pajtueshmëri mirë, nëse jo, e përcjellim në inspektorat dhe ne jemi normal të vetëdijshëm që ku kemi të drejtë dhe ku s'kemi të drejtë. Ne nuk hezitojmë të themi edhe punëtorët që këtu nuk keni të drejtë, por në 99% të rasteve, punëtorët janë nënën tyre ligjore dhe pronarët e kompanive janë ata që janë. Po. Çka duhet, zotri Jusuf, me ditë një person i cili, do të thonë, është në një vend pune, po nëse mujmë ndoshta më fokusu te pjesa e ndërtimit, duke ditë që është pjesa që në është vendi ku mund të rrezikohet edhe jeta, për dallim prej punëve të tjera që ndoshta mundet me të shkel të drejtat, po të paktën aspekti jetësor është i mbrojtur. Çka duhet me ditë një punëtor kur po shkon në një kompani me punu në ndërtim, për shembull? Më së pari, ai duhet të di, por unë e di që pjesa dërmuese e din, por po themi gjendja e rëndë financiare, sepse kur borxhlit të trokasin në derë, ti rrezikon edhe jetën tonë, sepse duhet t'i kryejmë obligimet e çka duhet. Në rend parë kur shkosh në kompani, pronari i kompanisë është i obliguar që punëtorët të njoftoj me rreziqet e punës që janë dhe si duhet të mbrohet. Por elementi më kryesor është që në shumicën e rasteve janë çështja e skeleve. Këto pronarët e kompanive nuk e bojnë mbikëqyrjen, nuk e kryjnë obligimin që e kanë ndaj, po themi, atij punëtorit me rastin e parë të çështjes skeleve, pastaj me çështje tjera.
Dhe po e kemi thonë këto disa herë dhe na është thonë decidivisht shumë e dhimbshme. Po kryetar ta kisha pas në gjendje, po themi kështu optimale, sigurisht se s'kisha më shku me hip në katin e 12-13 me rreziku mos pari fatin tim, pastaj edhe fatin e familjes dhe çështja e rënë sociale i fut. Hala ma keq është ajo që ne pjesën ma vitale të punëtorët, sektorit privat i kemi humbë, kanë dalë jashtë. Njerëzit e profileve të mira, njerëzit e kualifikuar, i ka humbur tregu i jashtëm, sepse ata me një profil shumë të mirë, me një njohuri shumë të mirë, ata bota i lakmon dhe normal ju dini që me shqiptarët krenohen edhe gjermanët edhe italianët dhe gjithë tjerë, sepse ne jemi punëtor, por shpesher thonë, po ata sa punojnë në Gjermani dhe sa punojnë në Kosovë. Pa cili vullnet këta punëtorë që kemi këtu sot, jashtin me punu me vullnet ku punëtorët të Universitetit të Prishtinës, punëtorët teknik, edhe sot kur po flasmi, marrin një pagë 292 euro. Dhe cili është ai vullnet që ky punëtor me qenë i barabartë me një punëtor në Gjermani. Dhe në moment që punëtorin kur e paguën edhe punon, në moment kur nuk e paguën është normal që ai ka me punu, po punën që ta bën nuk ka me qenë shumë efektive, sepse vetë pagesa e bën vetën që dhe ka nik pjesa më vitale në treg në Kosovë, sidomos në ndërtimtari dhe në vendet ku janë me rrezik që kanë hyrë punëtorë të ri, të cilët nuk kanë përvojën e duhur në këtë aspekt. Dhe kjo arrit. Dhe kjo e arrit rrezikshmërinë një ndër çështje për cilat se tani edhe pronarët e kompanive unë e kuptoj që kanë humbjet e veta, sepse tani për ta kualifikuar një punëtor shkon në bajgi, një procedurë gjatë, por në moment kur ndoshta edhe ai kualifikohet, normal që i ky largimi, zotri Jusuf, ky largimi i punëtorëve të ri, pjesa vitale që e thatë ju, a dikon që me u ngrit cilësia apo çfarë ndikimi ka, se këta një farë forme punëdhënësit në këtë rast, po mesin. Edhe mandej, ka gjasa që kjo me ndiku që me ngrit pak të në cilësia, ose diçka me ndodhë, apo po vazhdon në njëjta temë, pa naj frikë që... Une nuk e thash rastisht që tek kompanit që janë direkt private, gjendja këtine punëtorë është me mirë së që ka qenë. Ma e mirë është bajagi ma mirë, si mas dona që i kemi në teren, dhe me thonë, një punëtori i ndërtimtarisë minimumi mrena dite një punëtor krahu po flas minimumi është 30 euro në ditjet. Minimumi e ka transportin dhe minimumi e ka një shujt të ushqimit. Të mënë që nuk kemi as afër ku do të me qenë, por ku kemi qenë dhe ku jemi, me gjithate do të respektohet edhe ajo që është. Për ndryshe, neve që i kemi sankcionue, që i kemi denue, punëtorët me paga janë punëtorët aty ku ka prekje shteti. Përderi sa ju dini që Ministri Murati i thirke kompanit private që të kryojnë kushte më të mira punëtorët sektorit privat Kosovës, ai veti është duke shkel të drejtat e punëtorët sektorit privat Kosovës. Vetë është duke shkel. Paramendojnë ju që një institucion që e bën një ligj e shkel vetat ligj. Kjo është shumë e rëndë. Po, edhe ma rënda është që për ne po është ka njëherë edhe zakonshme. Jo vetëm të ky ligj, po të shumë çështje të tjera na do thotë kemi ligje në letër, jemi shumë në nivel, mirë po kur vjen puna te zbatimi, edhe na si shoqëni gjithmonë rrim duke u pajtu. Ne tani nëse i thu dikujt që nuk s'ma ka dhënë pushimin vjetor konform ligjit, gati është bën natyrshme. Nëse i thu dikujt që për shembull, unë punoj jashtë orarit punës dhe nuk të paguon është bëhen natyrshme. Nëse nuk të jep pushim vjetor konform ligjit, rreziku më i madh është këtu që tek ne është bëhen natyrshme. Është bëhen natyrshme me punu 2-3 muaj ditë, 5 muaj me punu pa pagë. Ky është rreziku më i madh. Por kur nuk ka mendue se do të vinë gjuna prej kompanive, sepse vërtet na kanë shkel keq. Ka qenë nëse donë me punu, këto kushte mi nëse donë ku dera, sepse po presin të tjerët. Dhe kam thonë, mërzët, a do të vi një moment që nuk do t'jenë këtë pozit që farin pronarët të kompanive. Nuk i gëzona kësa gjendje, unë absolutisht. E qartë. Por
është shumë e vërtet që këta tani janë duke e pagu fakturën që ne kanë bo pague ma herët, sepse dështëm ose nuk dështëm, bizneset nuk e kanë atë forcën, atë fuqinë që e kanë pas. Paramendoj unë vi nga podia për çdo ditë të sheh alamet ura duke u ndërtuar dikun një trijën prej podijeve në Prishtinë, dhe sot sheh kompani që në bën ndërtimin e ura me 3-4 punëtor. Kjo është mungesa e punëtorëve, e në veçanti e punëtorëve të kualifikuar, që do të thotë, sepse ne ndoshta nga përvoja pak para liberalizimit vizave kemi shkrue kryeministrit Kosovës dhe ministrit financa të nderuar, në moment kur do të bëhet liberalizimi vizave do të jetë vonë, e janë të ulim të bojmë ato që ka mujna me e bo, sepse unë nuk mëjmë i thonë ma jep një pagë të mu që është në Zvicër, hajde ta bojmë ato që ka mujna me bo, hajde ta bojmë që ta ketë një pagë dinitoze një punëtori sektorit privat, hajde ta bojmë mbikëqyre që ky punëtor ketë një siguri në vendin e tyre të punët, ky punëtor të ketë një siguri për pushimet vjetore, për pushimet mjekësore dhe të tjerat, dhe këto nuk e kanë bo një farforme, sigur e kanë anashkalue, por tani erdhi momenti që po, këtë faktur po e pagun edhe shteti, nuk ka dilemë. Po, gjithsesi. Zotria Jusuf, faleminderit shumë se regjia më ka njoftu që koha veç na ka përfundu. Unë ju falenderoj për kontributin këtë epizod e shpresoj që ndoshta dhe raportimi prej anës juaj pas një muaji ka me qenë një hap tutje në ngritjen e cilësisë së punëtorëve të sektorit privat. Por edhe të shtetit, pse jo? Po shpresojmë, po përndryshe ne do të dojmë shapë mbëshqeqerit për gjitha këto që po ndodhin, duhet të dim art fajtor sindikata, inspektorati apo shteti. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush dhe ju uroj punë të mbarë. Mirupafshim në episodin e radhës.